Ndërkohë që këtu jemi në një pedonale që nuk përfundoi dot, dhe nga ana tjetër e pedonales pa përfunduar, para pak ditësh ju të gjithë edhe gjithë devullit ishin dëshmitar të një skene që tregon se ku ka rënë pazari i opozitës në Shqipëri. Dederoa Golli ishte deputeti i opozitës, nuk ishte deputeti i pushtetit, dhe fliste për të gjithë popullin, ndërkohë që Golli ka sjell në parlament një rrugaç, të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjersh të drejtoroa Gollit mund të gjente vend, po maha mendja tek fjala kokbosh dhe trangull që drejtoroi e përdor, ai gjen vend komplet. Si mundet tani demokratët e Devollit të votojnë për një rrugaç? Dhe nuk është një rrugaç, po janë një grup rrugaçësh. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor. Apo jo? E dini shumë mirë. Dhe ju e dini shumë mirë pse ky rrugaçi dytësor bën si fort dhe pse ndjehet me shpatullat ngrota